Selam aleikum, paqja qoftë mbi juve. Kjo është video e parë për këtë vit, për vitin 2026 dhe dua t'ju uroj gjithëve që uroj që Zoti t'ju sjellë në mbarësi këtë vit edhe më shumë nga viti i kaluar, më shumë paqe dhe më shumë besim dhe më shumë afrimitet me Zotin, me çdo dëshirë që ju mund të keni apo me çdo paqartësi që ju mund të keni, të afroheni dhe më shumë me të. Megjithëse kemi hyrë në vitin e ri, ajo që unë doja të përmendja në këtë video është diçka në lidhje me Kur'anin që Allahu i flet direkt, do të thënë Allahu na flet direkt neve në këtë pjesë. Dhe në fakt na pyet, është një pyetje që Allahu na bën në Kur'an dhe nuk përmendet as ferri, as zinxhirat, as gjë tjetër. E lëm këtë pjesë, por është një pyetje që bëhet në një mënyrë shumë të qetë, pa egërsi, pa ndonjë rreptësi për brenda, pa ndonjë si ta thuash frikë, zinxhir, zjarri etj. Është një pyetje që zgjodha, do të thënë, të flas në lidhje me këtë, sepse meqense kemi hyrë në një vit të ri dhe ndoshta shumë njerëz që ende nuk janë të sigurt për atë që ndjejnë në lidhje me besimin, apo shumë njerëz që mund ta kenë lënë besimin, apo shumë njerëz që janë duke menduar, janë duke reflektuar në lidhje me Zotin. Është një pyetje që ai na drejtohet në një mënyrë shumë paqësore. Dhe pyetja është kjo. Pra, ku je duke shkuar? Allahu na pyet drejt për drejt. Pra, ku je duke shkuar? Ku je duke shkuar kur shenjat janë dhënë dhe ti vazhdon të injorosh? Ku je duke shkuar kur në vend të lutjes ti zgjedh të shkosh të shohësh filxhan, të shohësh letrat, të shohësh horoskopin? Ku je duke shkuar kur në vend të besimit ti zgjedh ta injorosh, duke i ditur shumë mirë shenjat dhe të gjithë gjërat e tjera, duke ditur që në momentin që ti nuk ke një besim, çdo gjë shkon keq, çdo pjesë e jetës tënde është për të dëshiruar, kur ti në vend të botës përjetshme zgjedh këtë të përkohshme, që në fakt është thjesht një test për ne. Ku je duke shkuar? Duke parë rreth e qarkëve të tënde se çfarë po ndodh, çdo lloj shenje e kiametit etj. Duke parë rreth vetes se si je duke vepruar, se si je duke u sjellur, se çfarë je duke zgjedhur në vend të diçkaje pozitive, në vend të diçkaje që ty do të afrojë me Allahun, se çfarë je duke zgjedhur. Pra Allahu drejt për drejt bën pyetjen ku je duke shkuar? Kur pas një nate të çmendur, ku di unë, me një qef të përkohshëm, zgjohesh, hangover, zgjohesh, pa ditur se ku je, pa ditur se ç'ke bërë, pa ditur se dhe ndjehesh zgjohesh bosh, ndihesh i palumtur, kuptimin që ajo lumturi ishte momentale, ishte përkohshme. Pra, ku je duke shkuar? Harrojmë shpeshherë që njeriu nuk e di, është shumë i përkohshëm në këtë botë dhe çdo ditë ka një vdekje të vogël që është gjumi. Sepse në Islam, kur ne flejmë, bien për të fjetur, shpirti ynë largohet, qëndron pranë Allahut dhe vetëm ai e vendos nëse duhet ta kthej shpirtin mbrapsht apo ta mbaj. Me thënë, ku je duke shkuar? Ndodh që shumë njerëz vdesin në gjumë, nuk kthehen më, dhe harrojmë që kjo është një pjesë e vogël, por që mendojmë se jemi të përjetshëm. Harrojmë që në këtë botë kemi ardhur për të testuar dhe çdo gjë që ne ndjekim dhe ndjekim në këtë botë për ta patur dhe në fund nuk marrim asnjë gjë përveç se vendit ku do varrosemi.
Dhe kjo është pyetja, dhe nuk është një pyetje për të frikësuar, nuk është një pyetje për të bërë të ndihesh keq, por është një pyetje për të reflektuar. Ku je duke shkuar kur trajton tjetrin në një mënyrë të keqe, kur jeton për të lënduar tjetrin, kur mendon se po garon me dikë, ndërkohë që në fund të gjithë do ta shijojmë vdekjen, dhe kur harron dhe mendon se kaq, lindim, vdesim dhe nuk do ketë më jetë tjetër, do thënë, prandaj bëhet pyetja pa shumë frikë, pa shumë tmerr, pa përmendur ferrin e të tjerë. Allahu të bën pyetjen drejt për drejt, ku je duke shkuar? A je i kënaqur me gjërat që je duke bërë? A je i kënaqur me mënyrën se si ti po jeton? A mendon se je i përjetshëm? Dhe shpeshherë njerëzit e ngatrojnë këtë pjesën, hajde t'i bëjmë gjitha se 2 metra vend do marrim në fund. Hajde t'i bëjmë gjitha se pastaj do flejmë vetëm gjumë. Hajde të bëjmë këtë, hajde të qëndrojmë zgjuar, hajde. Do thënë njeriu nxiton kaq shumë me idenë se e bën veten që e kalon veten atë mënyrën që e humbet atë pjesën ekzistenciale, atë pjesën, do thënë, mendon që do zhduket dhe kaq, nuk mendon se ç'do të ndodhë më pas. Dhe e jeton jetën me një inat, me një negativitet, me një irritim, edhe shpeshherë po të shohësh ka shumë njerëz që i kanë të gjitha gjërat në këtë botë dhe nuk janë të lumtur, ndihen bosh, ose do bëjnë gjëra që t'i bëjnë dëm vetes edhe më shumë. Do të thënë, harrojnë dhe jetojnë për këtë botë. Prandaj në Islam, një musliman nuk jeton për këtë botë, jeton për të arritur botën tjetër dhe për të arritur atë parajsën e vërtet. Jo parajsën toksore, se nuk ka parajsë toksore, pavarësisht se përpiqet njeriu vrapon për të arritur më të mirat, por asnjëherë nuk do jetë i lumtur. Edhe po t'i ketë të gjitha nuk do jetë i lumtur, gjithmonë do ndihet bosh, sepse nëse dikush nuk ka besimin për brenda në Allah, do jetë gjithmonë bosh. Dhe mirë ato që i kanë të gjitha dhe nuk janë testuar asnjëherë në këtë botë, sepse Zoti ka falur vetëm këtë botë dhe jo botën tjetër, dhe lum ato që janë testuar, sepse duke u testuar, Allahu e ka krijuar atë testin pikërisht për ty, dhe e ka krijuar në atë formë që ti mund ta kalosh, mund ta përballosh. Dhe nëpërmjet testit ai të tregon që të do. Dhe shpeshherë harrohemi dhe mendojmë se kjo është jeta, por në fakt e gjen, nëse do vërtet reflektosh, nëse je në atë pikën që nuk mundesh më dot, që ndihesh i dëshpëruar, i depresuar, të gjithë njerëzit ndihen të depresuar, të stresuar, të gjithëve në shpesh i lodhet jeta, por pikërisht edhe ajo është një formë testi për të vazhduar, kuptimin për të patur më shumë besim tek Allahu, sepse në momentin që ne përmendim Allahun, edhe sikur në të mos jesh fare praktikant, në momentin që ti përmend Allahun, ty të lehtësohet, vjen një lehtësim. Por nëse ti jeton jetën thjesht duke mos menduar, duke mos reflektuar, dhe ti thjesht jeton jetën vetëm për tani, duke mos ditur se ç'mund të ndodhë më vonë, duke mos u përpjekur për të lexuar paksa Kur'an, për të munduar të bësh paksa namaz, po e them paksa në kuptimin që nuk humbet gjë, domethënë, nga kjo jeta, bota, nga kjo dunjaja, si thuhet, nga kjo bota materialiste, nëse ti do bësh diçka në lidhje me Islamin, sepse kjo do të shërbej për shpirtin tënd. Dhe ne të gjithë ndjejmë që kemi shpirtin brenda trupit, e të gjithë ndjejmë kur jemi të stresuar, kur jemi të hidhruar, por në momentin që ne përmendim Allahun, lehtësohemi. Dhe nëse dikush dele thotë nuk është e vërtet, nuk e ka as atë qëllimin e pastër, nuk e ka as atë dëshirën për të gjetur shpëtim, asgjë tjetër. Ai ka zgjedhur thjesht këtë botë edhe kaq.
Kështu që kur Allahu vetë na bën pyetje drejt për drejt, ku je duke shkuar, përpiqu të reflektosh dhe të mendosh që pse diçka nuk po të ecën, pse je gjithkohës i nervozuar, i trishtuar, i mërzitur, edhe pse ke gjithë botën në duar. Pse? Sepse nuk ke atë besimin, nuk ke atë. Shpeshherë ja japim veten njerëzve, ja japim veten opinionit publik, ja lëm veten të tjerëve, ja lëm veten kësaj bote. Dhe harrojmë që ne i përkasim Allahut dhe një ditë të shkojmë tek ai. Kështu që reflektoni mbi këtë pyetje që Allahu na bën, ku je duke shkuar? Dhe mendohu që ne jemi të përkohshëm dhe përpiqu që të zgjohesh çdo ditë me një ndoshta pse të mendosh për këtë pyetje dhe të reflektosh kuptimin që diçka duhet ta ndryshosh. Të gjithëve na ndodhin gjëra, patjetër të gjithë demoralizohemi, bijem në tokë, por nëse njeriu ka besimin për brenda, do të mbahet i gjallë dhe do të arrijë të ecë dhe të përpiqet në rrugën drejt Allahut. Sepse kjo botë është shumë e shkurtër, kuptimin kjo jetë është shumë e shkurtër në këtë botë, por besimi është i përjetshëm dhe është besimi që e mban njeriu gjallë.